si që thash pak më parë, sot kam kënaqësinë dhe nderin që në fakt të bashkëbisedoj me një vajzë e cila nga krejt çka ka bërë periudhën e fundit na ka dëshmuar që kur ka përkushtim, sigurisht asnjë vështirësi nuk është e pakapërcyeshme. Ajo e përmenda që është mjeke rezidente në kirurgji të përgjithshme, që është një nga fushat më kërkuese e më me përgjithësi të mjekësisë, por së fundmi ka bërë edhe diçka që në fakt shumë njerëz i ka lënë pa fjalë. Ka përfunduar me sukses gjysmën e saj të parë të maratonës, që është maratona ndërkombëtare e Shkupit, plot 21,1 kilometër për kushtim, vendosmëri dhe forcë përveç fizike, njëkohësisht edhe mendore. Ajo çfarë unë mund ta them dhe mund ta përkufizoj gjithë që e thash është që një kombinim frymëzues i dijes, disiplinës dhe guximit për të sfiduar veten, mban emrin Emona, e cila është sot me ne në studio. Emona Kadriu, kënaqësi të kemi sot në studion e emisionit Prizma, të njoftojmë me ty dhe me krejt këtë që në fakt na ke bërë që vërtet të besojmë në atë që gjërat kur bëhen me shumë dashuri për kushtim, por edhe sigurisht punë, ja dalin që të balansohen dhe të jesh e suksesshme në krejt ato që bën. Është kënaqësi të kemi sot. Mirë se erdhe. Bravo Flora. Pikëparë të falenderoj për ftesën. Gëzohem që të shoft, përgëzoj edhe për nismën në këtë emision. Shumë faleminderit. Dhe të falenderoj për këto fjalët kaq bukura që i the gjatë njoftimit të emisionit. As më shumë dhe as më pak të asaj që e meriton në fakt, sepse unë përmenda që ka kohë që të ndjek dhe krejt këto sukseset i përjetova dhe i bashkëndjej në fakt me ty, e di se sa punë dhe mund të ke dhënë për të arritur të njëjtat. Unë sa po hyre në studio të pyeta, thashë Mona e ke marrë veten, sepse realisht të vraposh 2 orë pa ndërprerje nuk është gjë më the që deri dje kam pas pak ndezje, sot ndjehem më mirë. Më thuaj sinqerisht si po ndjehesh tani pas krejt asaj që e ke arritur dhe që ke thënë që është realizimi një ëndre që ti ke pasur kohë të gjatë. Po, realisht ka një kohë më gjatë që dësha të vrapoj gjysmë maraton. Megjithatë edhe nuk ndjehesha e përgatitur, edhe nuk ishte ndonjë event ku dësha ta bëjat. Kështu që maratona e Shkupit është eventi më i madh sportiv në Maqedoninë e Veriut, kështu që thash e gjeta të arsyeshme që aty ta bëj gjysmë maratonën time të parë. Pasi që mbarova isha shumë e lumtur, megjithatë edhe e lodhur dhe normal ajo ndezja nuk paraqitet në moment, por paraqitet mbas disa orëve dhe zgjat disa ditë. Jam e lumtur që sot dita e tretë dhe ndjehem relativisht mirë, kështu që... Je kthyer tashmë aktivitetit tënd, punëve dhe gjithçka e tjetër. Po, në punë isha që nga e hëna, nuk mora pushim. Okej. Emona, meqense të kemi për herë të parë në studion e emisionit ton, unë desha që për gjithë shikuesit të cilët ndoshta po të shohin për herë të parë, të na tregosh nëse e zhveshim Emonën nga mantili i bardhë dhe nga sigurisht nëse e largojmë edhe numrin e maratonës, kush është Emona dhe si ka nisur rrugtimi yt, qoftë me vrapimin, sepse unë e di që ka kohë të gjatë që ti vrapon dhe pastaj edhe dëshira për të bërë mjeke, ashtu siç je aktualisht duke specializuar sigurisht. Kështu, unë me sport mire më shumë se 15 vite. Fillova në moshën 11 vjeçare me basketbol. Isha disa vjetë në disa ekipe në komunën e Çajirit. Mbas asaj, doja të provoj vrapin, atletikën. Inspirimi kisha lojrat olimpike, i shifnim sa herë me prindërit në shtëpi dhe shumë kisha qejf të vrapoj në tartan, si quhet edhe stazat ku bëhen ato disiplinat. Dhe gjeta ekipën klubin Liria, antare të cilës tash oficialisht ende jam, mirë po atëherë isha antare e rregullt. Dhe atje fillova me shtigjet e mesme, përkatësisht 800 metra dhe 1500. Atje ushtrova pak më shumë se 2 vjetë, isha edhe pjesë e reprezentacionit të Maqedonisë në atë kohë. Mirë po ato ushtrime kërkonin shumë dedikim, ushtronim 6 ditë në javë, kështu që kur fillova fakultetin e mjekësisë, e lash atletikën, që nuk ishte dhe një vendim aq i arsyeshëm, se prap tek tuk njeriu mund të gjenë kohë të paktën 2-3 herë në javë të ushtroj, unë e pauzova një kohë më të gjatë. Po nuk është se je shkëputur totalisht, ti ke vazhdu aktivitetet e tua, ke qenë gjithmonë shumë aktive. Po mirë është një gjë që arrita ta inkuadroj në jetën e përditshme është të shkoj me biçikletë në fakultet, kështu që ajo prap konsiderohet një orë kardio në ditë.
Bukur. Po pastaj si u bë lidhja me mjekësinë, sepse nuk është se në përditshmërinë tonë, të paktën mua nuk është se më ka rastis që të njoftoj mjek të cilët janë edhe sportistë njëkohësisht. Lidhja yte me mjekësinë si u bë? E ke pas pasion që e vogël ose ka ndruar rrugës? Si ndodhi që zgjodhe Deri në mjekësinë? moshën 18 vjeçare unë nuk kam dashur të bëj mjeke. Megjithatë kisha një pasion të madh për shkencat natyrore, biologjinë edhe kiminë. Dhe thash mjekësia si profesion i përmban edhe këto shkenca natyrore, ke punë me njerëz, është një punë humane dhe normal në shtetin tonë ka shumë mundësi pune. Edhe thash do ta filloj, megjithatë duke di se fakulteti është i gjatë edhe është një përkushtim që tërë jetën bashkë me specializimin edhe krejt zgjatë. Thash po ta gjej veten atje në fillim, atëherë do vazhdoj edhe kështu nga viti i parë pash që E gjejte veten? po, që përkas atje edhe prej aty filloi dashuria ime për mjekësinë. Dhe besoj do vazhdoj të shoqëroj gjithë jetën. Si duket po. Sepse në qoftë se në profesione tjera ka një limit studimi, mbaron magjistraturë, doktoraturë, më duket se mjekësia është fushë, nuk mbaron kurrë, së mësuari është një stil jetese, do thoja. Po, se modalitetet të reja të trajtimeve vazhdimisht dalin, kështu që duhet zhërët të jemi në rjedha me çka zbulohet në botë, kështu që po, është një mësim i vazhdueshëm, mund të them. Dojsha të ndërlidh se si lidhet ky profesion me vrapin. Unë jam në specializim të kirurgjisë, si që ceke pak më herët, dhe puna në sallat e operacionit është 90% të kohës në këmbë, kështu që mendoj që sporti si që është atletika ndihmon shumë në përballime natyrore. Avantazh shumë të madh realisht. Mendoj që po. Bukur. Ne do vazhdojmë të flasim për mjekësinë në pjesën e dytë, por tani dua që të kalojmë tek fokusi i bisedës, meqense arsyeja që të ftuam ishte sigurisht suksesi yt në maratonën ndërkombëtare të Shkupit. Si të lindi ideja, ti the që ke pas plan shumë kohë më herët që të marrësh pjesë në vrapime pak më të gjata, siç është maratona. Si lindi ideja që tamam këtë vit të bëhesh pjesë e maratonës? Ishte diçka që ndodhi spontanisht ose e ke planifikuar paraprakisht? Sepse derisa ishim duke bisedu para se të nisnim live në studio, më the që nuk është se kam qenë e përgatitur aq sa do doja të isha. Pse? Në fillim të vitit shkonja rregullisht në palestër dhe pastaj në prill më duket po ishte gara e femrave, Avicena Ženska Trka, e quajtur ndryshe, e cila është 3 kilometra. Aty u paraqita dhe e mbarova, pastaj thash... Nuk ishte sfiduese. Po, nuk ishte aq sfiduese. Pastaj ishte gara Skopje-Ran, e cila zgjat 10 kilometra. Aty u paraqita, kalova edhe aty mirë, e thash, kur do t'jetë maratona e Shkupit, do të vrapoj 21, për herë të parë të vrapoj 21. Edhe thash do t'u shtroj, megjithatë dolën disa peripeci të paparashikueshme, edhe nuk ushtrova aq, po thash këto 2 muajt e fundit, fillova më shumë edhe vrapime në kej, se ajo është ka kërkohet më shumë kondicion. Pra duhet kesh kondicion vazhdimisht ta praktikosh vrapin, apo? Po, të paktën 2 herë në javë. Dhe normal mundohesha të arrisa mbas 10 kilometrave, 12, 15, nuk shkova më shumë se 15 kilometra në trening. Edhe u paraqita ditën e fundit të paraqitjes, po. Bile do shpërndaj... Kishe dilema që ndoshta mos ishte vonë ose diçka e tillë? Po, pikrisht mi lexove mendimet se u paraqita dhe bora pagesën përmes bankës. Dhe u mbyll afati i paraqitjeve, mua nuk më erdhi konfirmimi. Edhe u shkruaj mail, a do të më vi konfirmimi se dua të marr pjesë, ato më thanë 28 orë duhet presish. Po isha pak ndyshime, se thash kjo u mbyll, listat kanë dalë, unë nuk jam aty. Po mbas 28 orëve u konfirmua, edhe atër mundesha edhe më rahat të vazhdoj me ushtrimet. Kështu që po. Sa kohë kishe deri tek maratona, deri tek mbajtja e eventit? Prej paraqitjes? Po, prej paraqitjes. Sa kishe afat? Ishen afër 3 javë. 3 javë, okej. Tu duken mjaftueshëm ose jo? Po, kur isha ma e sigurt që do marr pjesë, atëherë po me më shumë motivim kam ushtruar.
Po, sigurisht po flasim për distancën më të gjatë që ti e ke kaluar me vrap, është 21.1 kilometër. Më thuaj, si ishte ndjenja realisht të vrapoje 2 orë, më duket më the pa ndërprerje. Po, gjatë 2 orë e 1 sekundë. Cilat janë mendime që të shkojnë në kokë, gjërat të cilat ndoshta të kujtohen dhe nuk të lënë që të ndalosh, se mu gjithmonë më ka interesu kjo pjesë. Çfarë është ajo që të mban aq gjatë, domethënë të jep forcë për të vazhduar dhe mos dorëzohesh? Realisht është një distancë shumë e gjatë. Po, domethënë dua të shtoj edhe një informatë se pse është 21.1 gjysmë maratona. Emri maraton vjen nga betejë që u mbajt në shekullin e 5 para erës tonë në Greqi. Dhe atëherë Greqia ka fituar Persin dhe që ai lajmëtari që ta lajmëron të shkon në Athinë dhe të tregon që grekët janë fitimtar, ka vrapuar 42 km e 200 metra. E ka dhënë lajmin dhe në moment ka dhënë shpirt nga lodhja. Dhe pre atër mbet që maratona tjetë 22 km dhe gjysmë maratona 21. Po, mendimet që më vinë gjatë vrapit. Pikës pari, vrapimi në kështu evente të mëdha është psikikisht më i lehtë se ka shumë njerëz, ka shumë përkrahje, shumë brohoritje edhe prej anësh. Pra kjo brohoritja të jep forcë, nuk është të demotivon në ndonjë moment. Jo, jep shumë forcë në vrap. Dhe fillova 5 kilometrat e para ishte me një tempo më të ngadalshme, pastaj thash, e pash që ndjehe mirë, se dikush që vrapon kohë më të gjatë prej fillim e dina, do t'jetë ajo garë mirë apo do të kaloj keq. Mbas 10 kilometrave thash, jam afër gjysmës. Pjesa më e vështirë ishte prej kilometrit 17 deri te 20. Jo vetëm për mua edhe ato afër meje që ishin. Dhe mu ndale dhe bateria e ndëgjusëve në atë moment. Pra, të duhet motivim me muzikë? Më duhet muzikë, po, shtojnë vrapoj me muzikë. Ama po, jam shumë e gëzuar që arrita ta përfundoj, edhe me një rezultat pak më shpejt që e planifikova. Bukur shumë. E pash që në fotografinë mbi shkrim ke shuar ëndër e bërë realitet, e thash dhe pak më parë, ke ëndër që ta te i kalosh këtë dhe ndoshta të realizosh edhe maratonën tënde të plot, me qenë se sigurisht kjo ka qenë ëndra jute deri tani, por ambicia vetëm se vazhdon dhe rritet. Ke ti këtë ambicje, planifikon që ndoshta edhe të bësh pjesë në maratonat të ardhshme dhe pse jo të arish të finalizosh edhe maratonën e plot? Më njeh shumë mirë, me ka shumë detaje që as nuk ka nevojë ti cek. Megjithatë po, dua në fillim të bëj edhe disa gjysmë maratona sa ta marrat shprehi, ta marrat forcë, pastaj të filloj pse jo edhe maraton. Vrapoj megjithatë jo këto vite. Jo këto vite. Okej, bukur shumë. Këtu dua të ndalem pak edhe te mbështetja, përveç punës që ti ke bërë vazhdimisht, sepse kjo që ne po e shohim aktualisht është thjeshtësim i punës tënde ndër vite. Ja, këtu është një nga fotografitë që unë e gjeta në vitin 2017, pra nuk është se ti ke nis viteve të fundit dhe ja u finalizua me sukses. Është diçka që ti ke investuar kohë të gjatë. Besoj krahas punës tënde, siç e thash, të është dashur edhe mbështetje nga familjarët, nga prindrit, nga njerëzit e afërt, miqtë e tu, diçka që unë e kam parë që e ke dhe e ke pas vazhdimisht. Ndikon kjo shumë që mos të ndalosh fjalët e mira, motivin që mund t'a japin vazhdimisht dhe konstant njerëzit e afërt, njerëzit të cilët të rrethojnë. Sa ty të ka ndikuar personalisht gjithë kjo mbështetje që ke marrë? Jam shumë mirë njohësje për personat që i kam njëtë, që më motivojnë, më japin përkrahje edhe për disa ide që atynve nuk u duken të arsyeshme. Po, e kam atë përkrahje. Për shembull këtë ide, si e kanë pritur të afërmit e tu, prindrit e tu, i dashuri, për shembull në momentin kur ju thej, unë e kam vendosur, e kam dhënë mendjen, do marr pjesë në këtë maraton. Vllau është zërë shumë përkrahës, as pak nuk ju duke çuditshme kjo. Duket njohur ty karakterin tënd, ambicjet e tua. Këto foto që i tregove për para 7-8 viteve, ai ka realizu, okej. Njëjtë edhe prindërit, sidomos se babi ishte jashtë shtetit këtë periudhë. Mami ishte ajo që u zgjuan mëngjes, erdhi me mua priti, derisa bile në një moment të garës i telefonova që ti tregoj që jam mirë. Gjithashtu me të dashurin, në momentin kur i tregova se dua të marr pjesë në gjysmë maraton, ishim me një dasëm. Edhe i thom, dua të marr pjesë, por nuk e di, nuk jam aq e përgatitur, se deri atëherë 10 kilometra kisha vrapu më shumë këtë vit. Edhe më thot, po provoje, pse jo, edhe realisht
njeriu asë nuk mund ta di një gjë, mund ta bën ajo nëse nuk e provon. Po. Edhe në qoftë se ndoshta nuk do e arrije, sigurisht të mbaroje deri në fund. Jo, plus një nga thënjet e mia që shumë herë kur më kap stresi për diçka, që shumë më pëlqen, nuk e di kush e ka thënë, ama është mjaft viral, që të paraqitesh është 70% e suksesit. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Po bisedat të cilat i ke bërë, pastaj se e the, i kam telefonuar mami që mos të bëj merak ta dinte që jam mirë, pas i mbaroj gjithçka, kur jeni ulë ashtu rehat dhe të qitë, cilat kanë qenë gjëra që e kanë shqetësu mamin gjatë kohës që nuk keni kontaktu të temi derisa nuk e ka marrë atë telefonat që ja ke bët, që thjesht ta siguroje që është duke shku gjithçka mirë dhe ti je mirë. Po, ajo besoj meraku i prindit, sidomos një nënë. Po, mirë që uj se në ato momentet më të fundita, edhe shoqja ime më e ngushtë, që po ashtu e kam kolege, mbas kujdesarisë edhe ajo erdhi të më pret në finish, edhe ajo i kishte shoqëruar mamin që atyre momenteve kishte lehtësuar pak se normal, mos marrë ndonjë lëndim, mos vjen se edhe të vjellurat janë shumë të shpeshta gjatë vrapit, po shqyqyr Zotit mbaroj krejt në rregull, pastaj u lumturua shumë, ajo është. Okej. Dhe cila ishte ndjesia e Mona që ti e përjetove kur preke finishin? Besoj edhe kjo duhet jetë një ndjesi ndryshe ndoshta. Nga 10 kilometra të kaloje në 21, një arritje shumë e madhe. Çfarë ke ndjerë në atë moment? Përveç ndjenjes krenarisë që është besoj. Po, në moment kur mbarova, realisht mendimi i parë që merrti ishte shqyr mbaroj. Pastaj më njëherë shkova mora ujë të pi. Dhe mbas asaj, mbasi u kthjella, po isha shumë krenare, lumtur që arrita se kisha një qëllim të parë mund ta mbaroj garën. Po. Tani të kthehemi pak edhe te lidhja me mjekësinë, të cilën e nisëm, sepse përmenda unë që ti jesh mjeke rezidente në kirurgji është një punë që kërkon shumë përkushtim, por edhe një punë shumë intenzive njëkohësisht. Si ja bën që ti mbash të dyja pa u shkëputur nga vrapi dhe njëkohësisht sigurisht të vazhdosh procesin siç është studime 6 vite, tani specializim gjithashtu 6 vite, si e mban ti këtë balancë me sportit dhe mjekësisë, ku të dyja e the që lidhen shumë mirë sepse të ndihmojnë sigurisht në kondicion, në aktivitetin tënd që ke besoj për orë të tëra? Po, si që e ceka edhe më herët, puna në sallat të operacionit është 90% në këmbë, kështu që qëndrimi në ato pozita kërkon një farë kondicioni fizik. Gjithashtu edhe kujdestarit janë të gjata, ndonjëherë me shumë pacient, kështu që mendoj që sporti më ndihmon mjaft në realizimin e këtyre detyrave të mia si specializante. Për gjetjen e kohës, realisht vrapimet në kej, të cilat unë i parapëlqej më shumë, i boj vetëm gjatë vikendit. A që të mund të inkorporoj vrapin edhe brenda ditëve të javës, kam një palestër afër vendit ku banoj dhe aty vrapoj brenda palestrës. Treadmill running, rreth 30 minuta dhe mendoj që 30 minuta mundet gati secili person t'ia kushtoj vetes në ditë. Ne një pjesë e njerëzve që jemi, duam gjejmë arsyetime, po e the shumë mirë që 30 minuta secili mund t'i ndaj, sepse 30, 60, 120 minuta ne i kalojmë në telefon, duke bërë vetëm scrolling, kështu që 30 minuta aktivitet nuk është asgjë, secili mund t'i bëjmë. Kur jemi këtu, duat në ndalem pak edhe tek pjesa sentimentale, sepse duket që mjekësia të ka bërë bashkë edhe me personin e jetës, me të fejuarin tënd, ai i cili njëkohësisht është pjesë e fushës së mjekësisë. Dua të di si ka qenë ai takimi, njohja juaj e parë, momenti kur jeni taku? Po, shumë është interesant se ai është tani në fund të specializimit në një dej kirurgjikale, përkatësisht në urologji. Unë fillova tash në kirurgji të përgjithshme. Kirurgjinë e kam dashur shumë që nga viti i 4 në studime, prej kur i kemi praksat të kësaj lënde. Dhe atë njoftova në provimin e kirurgjisë, ku ai ishte dëshmitar gjatë pjesës fundit të provimit, përkatësisht pjesës gojore të provimit. Dhe shumë interesant se mbasi që e mbarova dhe profesori ma dha notën, të dashurit imi kishin dhënë një stilograf si dhurat, ishte një stilograf më fancy, dhe profesorit të t'jepja stilografin,
ta ketë si kujtim. Dhe unë ai ma dha atë stilografën, pastaj ka 1 vjet që nuk e pash as pak, pastaj filluam rrugtimin ton, po ai stilografi është ala i paqelur në tavolinën time të dhoma. Okej, sa bukur. Në fakt ma tregove këtë histori, po në gjithsesi desha që ta ndash edhe me shikuesit, sepse mu dok një njoftim shumë i bukur dhe tamam dëshmia e asaj që kur diçka është e shkruar, domethënë nuk i ikim dot fatit ton, janë ca gjëra. Dhe të gëzon ty kjo që mjekësia ju ka bërë bashkë të dyve dhe të duket që është themi një avantazh për ju të dy që jeni të njëjtës fushë, shihni më shumë plusa ose minusa në këtë segment që jeni të dy në fushën e mjekësisë? Gjëja kryesore është që kuptoni njëri tjetrin, ja kuptoni sigurisht edhe peripetit që mund t'i kaloni, ajo është në fund të procesit t'i në fillim, e sigurisht kush më mirë se dikush që e ka kalu rrugtimin e njëjtë me tëndin, mund të qëndroj afër, të t'jap këshilla e kështu me radhë. Ti si e sheh këtë pjesë? Po, është e vërtet, se normal në çdo lidhje pavarësisht profesioneve, po edhe kur je profesioni i njëjtë, ka edhe minusat e veta, po jam e mendimit që të qenurit të një sfere të njëjtë ka prap më shumë avantazhe. Dhe sidomos ai është më me eksperiencë se unë, është në fund, normal që kam edhe një farë krahu gjatë këtij rrugtimit. Krah që nuk e kam pasur para se ta njoftoj, se jam në familjen time nuk kam mjek tjetër. Okej. Kështu që po, mund të them se ka më shumë avantazh. Bukur shumë. Po tek fusha e sportit ndani të njëjtin pasion ose është vetëm profesioni ai që ju lidh më shumë ngushtë me njëri tjetrin? Ndan të njëjtin pasion qoftë për vrap, qoftë për aktivitet fizik, sport, kështu me radhë? Po, është interesant se të dytë jemi më shumë në pjesën e vrapit, jo të palestrës ose sporteve që janë me ekip, siç janë futbolli, basketbolli e të ngjashme. Po, unë më shumë doa të vrapoj në pjesë rafshta, ai do në vrapimin në male. Dhe edhe pse kemi atë interes të njëjtë, të dytë jemi tipa që gjatë ushtrimit të preferojmë vetë të vrapojmë, që unë mendoj që është shumë e shëndetshme se secilit personi duhet kohë për vete. Jam dakord. E përmende hiking, unë e di që një periudhë ke qenë aktive dhe ke bërë hiking vazhdimisht. Shumë njerëz thonë që kur ka nisur me hiking, shumë gjëra ka ndryshuar në jetën e tyre. Ty në çfarë të ka ndryshuar në ndonjë segment të jetës hiking dhe si e fillove? Ka ca njerëz të cilët e fillojnë qoftë në fazat më të errta, në fazat më të vështira, sepse duket që është një farë dritë e bardhë në fund të tunelit hikingut. Ti në çfarë faze e ke nisur dhe në çfarë të ka ndikuar ty më shumë ti? Mendoj që hiking e kemi pak gjenetike, se gjyshi im është marrë shumë me alpinizëm, kur ka qenë i ri, dhe babi ishte ai që më merrte mua që kur isha e vogël. Në votë në shkonim çdo të diele, shkonja vetëm unë me atë, dhe fillonim njërë 3 kilometra, pa pak më shumë, pa në funder në maje, dhe ishte ai që realisht ma dha mua këtë dashuri për hikingun, dhe edhe shumë ndihmon se është je i lodhur normal, është sport i rëndë, prap ne nuk shkojmë në ato hikingat që janë shumë maje të larta, që kërkojnë pajisje të veçanta, po prap edhe kjo në atë moshë që isha normal ishte vështirë. Për mu bile bashkë mbaj mend herën e parë në maje të Vodënos, kur mbërritëm sa e lumtur isha, edhe atëherë isha me babin. Dhe mendoj që edhe ajo realisht ishte një farë nisme që unë të filloj me sport, se me hiking mirem prej sa mund të them, prej moshës 6-7 vjeçare. Wow, okej. Kështu që mendoj që ajo ka qenë një farë shtysë që të mirë. Pra pas ke nisur me hiking për të vazhduar pastaj me vrapin pak më intensivisht. Po, mendoj që ka qenë një edhe ajo një farë promotori, mund të them. Po cila ka qenë ecja më interesante hiking që ti e ke bërë? Nuk ka përveç Vodënos, atë kisha shumë preferuar e shumë e volitshme. Ishim edhe me ekipin Hike and Bike, po. I kishim atecjen e parë që ishim lartë në malin e Matkës dhe mund të mendoj se një prej ecjeve më interesante se nuk e disha terrenin as pak dhe më erdhi bashkë si surprizë. Okej, bukur shumë. Kthehemi prap tek mjekësia. Sa kolegët e tu e shohin me sy pozitiv aktivitetin tënd fizik? Apo ndoshta sa ndikon kjo që ti nxisësh ndonjëherë edhe ata që ti
të shohin, të marrin shembullin tënd dhe vullnetin që ti ke për t'i balancuar gjërat në jetë, që ndoshta edhe ata të kyçen qoftë me ndonjë sport, duke nisur ndoshta nga vrapi i thjesht për të vijuar pastaj edhe me aktivitete tjera fizike. Ke ndikuar si promotore me pak fjalë? Si që thash, unë shumë shpesh kam shkuar me bicikletë në ligjërata. Dhe çdo herë mirja shumë për krahje. Nga kolegat megjithatë nuk donin shumë të fillojnë me këto aktivitete, megjithatë kishim një aktivitet kështu në vitin 2022, ku ishim afër 10 studenta që vrapuam 10 kilometra në atë garën Skopje-Ran, e cila mbahet çdo vit. Dhe bashkë më pëlqen ai event se ishim për gjeneratave të ndryshme, edhe kryuam një farë shoqërie prej atëherë që edhe sot e kësaj dite e mbajmë. Se zakonisht janë këto shakat që qarkullojnë fotografi që mjekët të cilët janë të ulur dhe nuk kanë farë aktivitet fizik dhe gjëja e parë që na e shkruajnë është i domosdoshëm aktiviteti fizik. Ndërkohë që shumë pak ata e praktikojnë vetë të njëjtën. Dhe kjo është një farë shakaje që zakonisht bëhet kur flasim për mjekët. Një nga gjërat që nuk e pëlqej as pak kur dikush të jep ndonjë këshill që vetë nuk e zbaton. Dua të kthejmë pak te periudha e studimeve, sepse është një nga periudhat më të bukura që i përjeton secili, një shkëputje nga shkolla e mesme, dhe ti ke zgjedhur një nga profesionet më të vështira, do thoja unë, sepse po flasim për një proces shumë gjatë të studimeve, të specializimit deri në fund fare. Si ka qenë për ty kjo periudhë, cilat kanë qenë gjërat më të bukura që ti i ke përjetuar gjatë periudhës së studimeve, po edhe gjërat më të vështira? Ka pasur ndonjë moment kur je dëshpëruar, kur ke thënë po shkëputem, po zgjedh diçka tjetër ose jo, të ka shoqëruar nga fillim dëshira e deri tani që po flasim? Shumë më ka ndihmuar mësimi në bibliotekat e Shkupit, se nuk je vetmja që mëson atje, ke edhe të tjerë, krijon shoqëri, të jep një farë rendi në jetë, se ne shkonim pas ligjëratave prej ora 3 deri në 7. Baziti ishin një grup që shkonim vazhdimisht, gati çdo ditë në bibliotekën universitare që është këtu qarshi rrugës. Pra me pak fjalë nuk e sheh veten si viktimë. Kishte një periudhë në fund të vitit të tretë, ishte një lëndë kusht, që duhet të patjetër që të dalë viti 4, dhe mund të ishte periudha ime më e vështirë gjatë studimeve, kur u izolova prej krejt, mbylla të gjitha rrjetet sociale, vetëm dilja me bicikletë ose bënja ndonjë vrap të lehtë në kej, që mos kem aq jetë sedentare, si ishte edhe koha e koronës. Po shoqëria ajo mbaroi me sukses e periudhë, dhe ajo lëndë, dhe mbas asaj nuk kam pasur ndonjë periudhë vështirë. Po nuk jam as e para as e fundit, se sidomos në mjeksi këto periudha janë shumë të shpeshta. Po ke krijuar miq gjatë studimeve, sepse të ndash themi vështirësitë, peripetit që i kalon rrugës, dhe kur janë të njëjta mbi gjitha, është një farë ngushëllimi. Ke gjetur miqësi gjatë periudhës së studimeve, por edhe specializimit? Po, shumica e shoqërisë time, jo e gjitha, se mendoj që njeri nuk duhet të ketë një shoqëri vetëm të një profili. Mirë, po shumica e miqve që i kam janë nga fakulteti i mjekësisë, dhe jam shumë mirënjohëse që i kam njoftuar. Mendoj se duke pas ato interesat e njëjta, kemi më shumë tema të përbashkëta, më shumë e kuptojmë njëri tjetrin, dhe nga tjera që i kam dëgjuar nga shumica i bojnë shoqëritë atyre gjatë shkollës së mesme. Megjithatë, mjeksi, plot prej neve kemi krijuar edhe mjaft shoqëri të bukura edhe në universitet. Bukur shumë. Po cili është vizioni yt? Ku e sheh veten pas specializimit? Cili është imazhi i jetës tënde që ti e sheh themi në 5 vitet e ardhshme? Në 5 vitet e ardhshme shpresoj të jem në fund të specializimit. Dhe specializimi është 6 vite, 6 vjet, po, unë jam tash në pjesën e 2 të vitit parë. Po, shpresoj të ndihmoj sa më shumë njerëzve, të jem fit. Ndaj jo, nuk bëj shumë plane afatgjate. Prandaj nuk shkova në 10, që ndohet e 5, se mu duk shumë gjatë. Të qenerit fit, sa i kushton rëndësi ushqimit, sa ke një jetë të shëndetshme të ushqyerit, sa bën kujdes, ose e balanson, ndoshta, nuk është se je nga ato fanatike që i llogarit të gjitha kaloritë e kështu me radhë. Do ta them për herën e tretë sonte se më njeh shumë mirë.
realisht nuk jam për atyre fanatikëve, se edhe kam qejf ushqimin, edhe ushqimin e jo shëndetshëm. Mendoj dy pikat mira që i zbatoj është se haj çdo ditë mëngjes, para pune dhe nuk ka ëmbëlsira shumë. Megjithatë atë pjesë që ato kalori ekstra që i marr, mundohem ti djeg duke ushtruar, kështu që kam gjetur një farë balancë. Po, këtë na e tha edhe fitness trajneri që e kishim, ta ka raste ku ka njerëz që hajnë 2 hamburger, por në qoftë se të njëjtat shkojnë dhe i shkrijnë në palestër, ata njerëz mbajnë balancë dhe nuk është se shtojnë në peshë. Kështu që është një farë strategji edhe kjo, të qëndrosh në të njëjtën peshë dhe të qëndrosh fit. Okej, Emona, ne kemi arritur gati ka fundi, do doja nga ti një mesazh për gjithë ata të cilët po të ndjekin, ndoshta ata të cilët janë drejt përfundimit të studimeve dhe po kalojnë faza të vështira e kështu me radhë. Cila ka qenë motoja që ty të ka shoqëruar gjatë krejt rrugtimit tënd? Edhe që ndoshta do doje ta ndaje me ne dhe me shikuesit. Po, domethënë mirë dua t'jap një këshill edhe për vrapin, se tash prap ka mjaft më shumë të reja që miren me sport, megjithatë prap numri është shumë i ulët. Dua të them që nuk është asgjë awkward, që tash ka shumë terene për të ushtruar dhe edhe një herë dy herë në javë po ta bëjnë atë do të jetë një farë plusi për to. Dhe mbasi dalin nga ajo zona e komforit do ndjen vetë shumë më mirë. Sa për studimet, mendoj që vetëm sa më pak stres. Një ditë mbaron, ajo nuk është diçka që është pa mbarim dhe punë e vazhdueshme është më mirë se sa punë intenzive, se puna intenzive çon shumë shpejt në burnout. Kështu që punë e vazhdueshme flas për mjekësinë se nuk e di për drejtime tjera, megjithatë mendoj që mund të aplikohet. Po, konsistencë me 3-4 orë mësim në ditë, mendoj që është mjaftueshme. E bukur kjo. Më tej disa herë më njeh shumë mirë, dhe pse realisht ne jemi më tepër mikesha virtuale, kemi pas një përshëndetje, por nga ajo që të kam pa, nga ato pak postime që ti bën, unë mendoj që kemi pas matching energies dhe vërtet kam pa ca gjërat e ti për te asaj që ti ke publikuar. Prandaj dhe më duket se njihemi shumë më shumë se sa vetëm nga rrjetet sociale. Lexova mendime, diçka që mendoj që ti veç se e the, po është reciproke ajo për energjinë. Bash ma zbukuron feedin. Faleminderit shumë, të njëjtën e vën edhe ti. Ishte shumë kënaqësi, unë në fakt kur pranova ftesën u gëzova shumë, sepse nuk është se ke pas shumë intervista tjera dhe këtu i the prafërsisht të gjitha, duke nisur nga fillimet e tua, jetën sentimentale, ambicjet, vizionin e kështu me radhë. Kështu që të uroj të kesh edhe shumë intervista tjera ku do flasësh për shumë suksese. Ishte shumë kënaqësi Emona që ishe pjesë e emisionit Prizma. Faleminderit shumë. Gjithashtu, faleminderit.